sikur që thotë Ali radiallahu anhu, thotë edukoni fëmijët e juaj për brezin e tyre, jo për brezin e juaj. Për shembull, brezi im mund të ketë pas qëra dilema. Brezi në ardhje mund të ketë pas dilema tjera. Ti si bëhesh gati për brezin në ardhje? Nëpërmjet zgjenimit të njohurive. Për arsye se nesër ato mund të ndryshojnë nga java në javë. Dhe ti ndoshta nuk e përcjell trendin e ndryshimit. Mirë, je i aftë për ta ndjekur trendin varësisht domethënë shpejtësisë së tij për shkak të aftësimit tënd para prak. Dhe kjo është një prej dilemave krizave të familje muslimane, të cilat për shembull madje ndodh, unë e kam pa për shembull e kena ndoshta kena biseduar edhe herave të tjera, për shembull çështjet morale. Shpesh na ndoshta kena dëshirë ti trajtojmë ato çështje morale mbas të atij zakonit familjar që kemi pas. Mirë, a ka shenja të shpërbërjes? Ka. Ose për shembull mbas të shembulltyrave të së kaluarës. Kjo nuk ka qenë modeli jon, kjo nuk ka qenë tradita jon, kjo nuk ka qenë, po nuk ka qenë, mirë, po ai nuk sikletohet që nuk është më. Do thonë, thirrja gjithsesi në një të kaluar nuk është diçka prekse për një gjenerat të re. Nuk i bën përshtypje. Nuk i bën përshtypje. Që i bie domethënë në duhet mekanizma atje. Na veç i zgdash ti shmi gati me diçka tjetër. Mirë, po megjithatë nuk është vonë, të bëhemi gati sa më shumë që dilemat që mund ti shfaqen në të afërmit, në fëmijës, në familjarët e kështu me radhë, të kemi gatishmëri, mirë, po një gatishmëri nëse kam drejt me thujt, një gatishmëri e befasisë. Jo një gatishmëri duke e ditë parafërsisht se si do të jetë ballafaqimi. Le të jalojmë befasisë. Kuptimin që jemi përgatitur për çdo situatë. Jemi përgatitur për çdo lloj intensitet, domethënë të dyshimit të dilemës që mund të ketë do të thotë dikush prej në të ardhmen prej brezave në ardhje.